Gjyqtari Eldorian Hamiti e bën balt në Vlorë duke irrituar lojtarët në fushë por edhe tifozët në tribuna. Veprimet e tij kanë sjell kaos për disa minuta në ndeshjen mes Flamurtarit dhe Teutës, luajtur në dritat e projektorëve dhe një stadiumi me pamje spektakolare, por veprimet tendencioze i prishën bukurinë një mbrëmjeje festive, si ajo e të premtes së 19 dhjetorit. Tensionet u ndezën nga një gjykim jo korrekt i Hamitit, që solli irritimin e tifozëve. I njëjti gjyqtar e bëri bloz edhe në ndeshjen e fazës së parë po me Teutën, kur dha në favor të dursakëve një gol shumë të diskutueshëm, një përplasje Skuadrones dhe Beshirajt, kur kronometri shënonte 68 minuta e 30 sekonda lojë, ka sjell një ngjarje të paprecedent. Shpërthejnë edhe tifozët vendas që ndezin situatën, aty ka përcejnë rrethimin e brendshëm të stadiumit, si dhe fute në fush, duke u përplasur me lojtarët kundërshtar. Në të njëjtën kohë, në fush hyn në mënyrë të rrufeshme edhe e gjithë pankina e Teutës. Policia e Vlorës reagoi në mënyrë të shpejtë në kohë rekord, duke shkuar në tribunën C dhe ku përpiqej të shqetësonte situatën. Delegati Armando Mandro kërkon nga policia boshatisjen e tribunës C nga tifozët dhe më pas kështu ndodhi. Ndeshja ndërpritet pasi për futboll nuk po flitej më. Futbollistët e Teutës mblidhen në pankinën e tyre, gjyqtarët futen në dhomat e zhveshjes, policia kontakton me tifozët, tregohet zemërgjer, nuk i nxjerr totalisht jashtë stadiumit, por i grumbullon në një qoshe afër daljes, duke i mbajtur aty, pasi mori sigurinë që nuk do të vijojnë më sjelljet arrogante. Më pas çdo gjë u sqarua kur pas 13 minutash lojtarët nisin që të dalin në fushë, pikërisht kur tifozët ishin larguar nga tribuna përballa saj qendrore. Lojtarët nisin që të bëjnë nxemje për të mbajtur muskujt në aktivitet. Pas rreth 20 minutash nga ngjarja, gjyqtarët dalin në fushë dhe sinjalizojnë rinisjen e ndeshjes. Pas ndeshjes nuk pati më tensione, policia ishte me forca të shtuara jashtë impjantit, duke menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme situatën.